Të dashur nxënës, mirë se erdhët. Sot do të zbulojmë historinë e paraardhësve tanë, ilirëve. Do të mësojmë rreth etnogjenezës së tyre dhe shtrirjes së gjerë territoriale në gatishullin e Ballkanit. Ndryshe nga teoritë e vjetra, studimet bashkëkohore arkeologjike dhe gjuhësore vërtetojnë se ilirët janë popullsi autoktone. Ata u formuan si një bashkësi etnike në Ballkanin Perëndimor, qysh në fillim të mijëvjeçarit të dytë para erës son, duke u kristalizuar gjatë epokës së bronzit dhe hekurit. Trojet ilire ishin tepër të gjera. Ato shtriheshin nga lumenjtë Sava dhe Drava në veri, deri tek malet Akrokeraune dhe gjiri i Ambrakis në jug. Në perëndim, lageshin nga detet Adriatik dhe Jon, ndërsa në lindje arrinin deri te luginat e lumenjve Morava dhe Vardar. Iliria përbohej nga fiset të shumta. Dardanët banonin në territorin e Kosovës së sotme. Albanët shtriheshin në zonën Mat Kruj, ndërsa taulantët në prapavijen e Dyrahut dhe Apolonis. Në veri dalloheshin fise të fuqishme, si ardianët dhe dalmatët. Në zonën e liqeneve të Ohrit dhe Prespës jetonin enkelejt dhe dasaretët. Më në jug, përgjatë Vjosës e deri në Çamëri, shtriheshin fiset e rëndësishme epirote, si kaonët, molosët dhe thesprotët, të cilët mbrojtën kufirin jugor të botës ilire. Edhe pse të ndarë në fise, ilirët ndanin një ndërgjegje të përbashkët. Ata kishin gjuhën, ritet e varrimit siç ishin tumat, artin dhe zakonet e tyre. Kjo kulturë e pasur mbijetoi ndër shekuj, duke dëshmuar vazhdimsinë tonë etnike. Ky ishte një vështrim i zgjeruar mbi prejardhjen e gjeografinë e gjerë të fiseve ilire. Ju faleminderit që na ndoqët në këtë dokumentar historik.